Vajza e çiftit të njohur Kiara Tito dhe Luiz Zelli, Luna Marie, ka festuar ditëlindjen e saj të parë mes një atmosfere përrallore dhe plot ngjyra. Festa madhështore është zhvilluar ditën e dielshme në një ambient të hapur dhe të dekoruar, me balona pastel, forma ëmbëlsirash dhe elemente të gëzueshme për fëmijë. Në qendër të skenës, Luna Marie shihej e përqafuar nga prindit e saj, duke ndarë momente të veçanta me vajzën e tyre në këto ditë të paharrueshme. Emri i saj i shkruar me shkronja të mëdha pastel dhe numri 1 dominonin sfondin e festës, ndërsa fytyra e vogëlushës zbukuronte dhe elemente dekorativ rreth skenës. Siç e kemi thënë dhe sërtën, Luizi dhe Kiara janë nga çiftet më të ndjekur atë momentit, por veprimi i fundit nga këngëtari rrëmbejove mendjen e ndjekësve. Gjatë kohës që Kiara po moderonte emisionin e saj të humorit, Luizi e surprizoi me një buqet lulesh, një gjest të jetë romantik që bëri që e gjithë salla të shpërthejnë në duar tërhiqje për dashurinë e tyre. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.